Përshëndetje, unë jam Mesut Shabani, jeni në podcastin Mesut Shabani, Vistra dhe Visar. Tetova vazhdon të mos jetë e qetë edhe sot. Lidhur me atë se çfarë po ndodh te parku të Xhamia e Larme. Po kohë e Bilal Kasamit, jo as këtë forit, e dashtët ja të e keni. Ky park kërkon edhe pak dëshmi katastrale. Parku i Xhamisë së Larme mban fletpronësi numër 38195. Dhe kur hapni këtë fletpronësi, ju del se pronë është e BFI-s. Okej, në rregull, çdo gjë. Mirë po, nuk duhet harruar se edhe BFI nështrohet marrë SLS institucionale për vendosjet e barakës. Ti kthehemi pak historisë, jo shumë të largët dhe të afërt. Në fund të viteve 1999-2000, duke bërë punën e gazetarit, në parkun e BFI-s, tash aso kohë ende RM, organizatori për ngritjen e shtatore së në infrashët në Tetov, zoti Shojpe Mëllaj, ra në telashe me Këshillin e Xhamisë së Larme, nuk u lejua që ta vendos shtatore në parkun shoqërues për X arsye, dhe u detyrua ta tërheqë shtatore në qendër të Tetovës, ku është dhe sot. Vendosja të cilin aso kohë amundsuan Këshilli Komunal dhe kryetari i Komunës së Tetovës nga radhët e PD-s. Pra, Këshilli i Xhamisë së Larme nuk ka të bëjë as pak me BFI. Xhamia e Larme është në mbrojtje të UNESCO-s. Ky objekt tash i vendosur si barak është i cilësuar si infoqendër e BFI-s. Mirë po, harrohet se me pamjen e saj vret edhe shikimin vizual të Xhamisë së Larme. Një ide ashtu kot e kot. Pse mos televizin nga ana e Mektepit ku është infoqendrën e BFI-s? Dhe ashtu nuk është shumë larg. Sepse kur i kthehesh historisë pas, turli farpushtuesish lëvizjen në Tetov, askush nuk e preku. Ju përshëndes, unë jam Mesut Shabani, ishit në podcastin Mesut Shabani, Vistra dhe Visar.